كل احترام. أنتم بنيتم، أنتم زرعتم في همتين حب الأنام، في همتين حب الأنام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك على خطاهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد حمد فلندريمة تقوين الله جل شانه صلوات والسلامات përshëndetjet të përzemërta qofshin mbi shpirtin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e vet, mbi shokët e vet dhe mbi gjithë besimtarët deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Ju përshëndes xhamatien i dashur dhe shumë i respektuar me përshëndetjen islame, me përshëndetjen më të ngrohtë të Zotit xhaleshanu xhelalu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, mirësit e Allahu xhaleshanu qofshin mbi ju. Fillimisht lutim Allahun e Madh, Zotin e Arshit të Madh, Zotin e gjithësisë, që Allahu xhelaluhu Ramazanin që përcjellëm kabull dhe maqbul inshallah. Pastaj lutjet, namazin, duat, istighfarin, disa kontributet që i banëm tash në faljen e namazit të sabahit. Allahu xhaleshanu kur kuj poshtë mbrap mos ja qoft inshallah. Si gjithmonë, kur vjen kjo ditë gëzimi, ditë bajrami, ne si xhami, si kur krejt xhamia tjera, në këtë qytet të bukur të Shkupit edhe më gjërë, që këtë periudhë kalojmë në një program fetar, ku lusim Allahu xhaleshanu të jetë Zoti razi inshallah. Normal që fjala më e drejtë dhe më e qëlluar është fjala e Zotit xhaleshanu. Pasi që e lexoi imami i xhamisë Muhammed Efendi Miftari, Zoti i shpërbleft inshallah, për recitimin e bukur të ajeteve që në përkthimin me e marrë me e lexu për muslimanin është mjaft të kupton nga feja islam, njoftohet njeriu me Zotin xhaleshanu xhaleshanu. Por është edhe një element, një segment që vazhdimisht në shoqëron në këtë xhami që 15 vite me radhë. Është prezenca e vllaut tonë arshipët.
Une përzemërsisht e falenderoj për mundin kohën që ndanaj për të zbukuru këto qastet e Bajramit, për të në bo atmosferën këtë xhami me zërin e tij të bukur. Ai, familja vetë, gjithmonë kanë qenë për krahas të xhamisë. Andaj në programin tonë kemi edhe disa recitime, këndime të ilahive fetare. Më pastaj do të vijon inshallah dhe ligjerata e Bajramit. Pastaj falet namazi i Bajramit, fitër Bajramit. Pastaj lexohet edhe hutbja, edhe shpërndahemi në për tokën e Zotit Xheleshanu për të bo Bajram njëri me tjetrin, për t'ja uru njëri tjetrit Bajramin. Kjo ditë është ditë gëzimi, kjo ditë është ditë në të cilën manifeston muslimani të mirat e fesë islame, duke fillu prej selamit e deri sendet e mëdhaja të cilët e dridhin arshin e Zotit Xheleshanu lartë atje mbi 7 kaqeve. Vizita e akrabave, vizita e nipave, mbesave, e kështu me radhë, ndrim të mendimeve të mira, që Zoti Xheleshanu e Xhelalu me përfundimin e Ramazanit mujt të rahmetit, magfiretit, ta le rahmetin e vetë në tokën inshallah. Andaj ish pa humbur kohë, ja japim fjalën vllavut ton Arshikut, ashtu si din ta zbukuron këtë atmosferë, që inshallah taala Allahu t'ja ruaje shëndetin, zërin dhe t'ja mundsoft inshallah gjithmonë të jetë në shërbimin e fesë islame. Në këtë qaste të Amen.
His
رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. Hamdi, falenderimet, lavdratat I takojnë vetëm të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Ka në udhëzon I madhi Allah Gjelle Gjelaluhu në rrugën e Tij të drejtë. Nuk ka kush e largon nga ajo rrugë dhe kam të largon I madhi Zot Gjelle Gjelaluhu nga rruga e Tij e drejtë. Nuk ka kush e udhëzon dhe e qet në dritë. Dëshmojmë, deklarojmë me dëshmien më të madhe për të cilën është kriju qiella dhe toka, për të cilën janë dërguar pejgamberët, për të cilën janë shpallur librat. Dëshmia ashhadu an la ilaha illa Allah, që në përkthimin adekuat do më thonë, dëshmoj, deklaroj që nuk ka Zot që meriton të adhurohet jashtë të madhit Allah I cili është një. Ai shok nuk ka, ortak nuk ka, rival nuk ka, familje e vlad hiç nuk ka. Krejt gjallëresat ai ka kriju, ai furnizon. Krejt gjallëresat kanë nevojë për Allahun, dërsa Allahu Tebareke wa Taala nuk ka nevojë për askën. Po ashtu dëshmojmë dhe deklarojmë me dëshmien e Tij, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmojmë, deklarojmë që Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wa sallami është robe dhe I dërguar I Tij, vula e pejgamberis, I dërguar I fundit I Allahut në rruzullin toksor. Pra salavatet dhe selamet për shëndetjet tona të përzemërta ja adresojmë dhe ja përcjellëm shpirtit më të pastër, shpirtit Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, familjes së vet të ndershme, shokëve të vet, fisnik dhe besnik, dhe gjithë besimtar të cilët e kanë ndjek, janë duke ndjek dhe do të ndjekin rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Allahumma amin. Ju përshëndes të gjithë dhe vëllezër të pranishëm në këtë shtëpi të Zotit Gjelle Gjelaluhu me përshëndetjen islame, me përshëndetjen më të ngrohtë të Allahu Tebareke wa Taala, me të cilën përshëndeten xhenetlit në xhenet, besimtarët këtë dunja, me lagjet në qiell. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit e të madhit Allah Gjelle Gjelaluhu dhe mirësit e Tij qofshin mbi ju inshallah. Fillimisht, lusim Allahun Tebareke wa Taala, Zotin e gjithësisë, Allahu agjerimin e muajit Ramazanit, kabul edhe makbul gjithve në I boft ja Rabbi. Pastaj lusim Allahun këto qaste, ku në mesin ton prezentojnë me lagjet e Allahu Tebareke wa Taala, të cilët kanë zbrit prej qiellit në tokë, për të qenë dëshmitar të Allahu Tebareke wa Taala për robërit e Tij, të dëshmojnë këtë dunja dhe në botën tjetër
për imanin e imanlive, për namazin e namazlive, për nderin e të ndershmive, të jenë dëshmitar, ne lusim Allahun Gjelle Shanuhu ve Gjelle Gjelalu, o Allah i madh, në prezencën e melaqeve po të lutemi ty, o Zot, që të shkrysh nga robërit e tu, të amnestun nga zjarmi i Gjehennemit, ja Rabbel Alamin. Pashtu lusim Allahun këtë ditë të festës, ku gëzohet shpirti muslimanit, ku duhet gëzohemi të gjithë ne, që Allahu ne ka bërë të mundshme ta kompletojmë Ramazanin, dhe kjo është sebebi i Bajramit, ditës festës, ku muslimani gëzohet se ka rumbullaksu një adhurim të madh të Allahu te bareke ve taala, për të cilën ka premtuar i madhi Zot Gjelle Gjelaluhu, ku ai na u ka drejtuar nëpërmjet gojës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha as-sawmu li wa ana ajzi bih, agjerimi i muajit të Ramazanit ta është vetëm për mua, dhe vetëm unë di ta shpërblej agjeruesin. Ku lusim Allahun shpërblimet të jenë, ashtu si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër, në ditën e Kiametit, kur vendosët siratin mbi Gjehenemin dhe njerëzit kërkojnë të drejtohen për në xhenet, krejt njerëzit e kanë një dëshirë, ta kalojnë urën e siratit, e cila është ma e sprehtë se shpata, ma e hollë se kimja. Ka njerëz i kategori të ndryshme të cilët e kalojnë siratin, pastaj ndalen para xhennetit, dhe xhenneti të nderuar vëllezër i ka dyert të veta, dhe në çdo dyert Allahu kalon me lagje të veta, që prej çdo dere të thrasën besimtar dhe të futen në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha është një derë prej derëve të xhennetit që e ka emrin Rayyan, nuk futen thënë nga ajo derë për me hi në xhennet, përpos atyre që e kanë agjeru Ramazanin, përpos atyre që ju kanë nënshtru Allahu Gjelle Gjelaluhu në këtë muaj të shenjtë të madh me agjerim dhe me ibadet. Nga dera e thret me lagje çdo person që e ka agjeru Ramazanin sinqerisht për hir të Allahu Gjelle Shanuhu, dhe kur të hije në xhennet shenohet në regjistrin e derës se ka qenë prej Ramazan live. Allahu Ramazanin kabul inshallah. Të nderuar vëllezër, ajetet të cilët i lexova pak para janë ajetet të surës A'la. Surja A'la do me thonë më i larti. Na kur bim në sejdë, çdo musliman sot si përfaqen e tokës, kur ta vendose ballin e vet në tokë për hir të Allahut, e shqiptojnë një fjalë, hiç pa përjashtim të gjithë thojnë Subhana Rabbiyal A'la, madhëruar koft, i madhëruar koft, ai i cili është më i larti. Nuk ka më i madh se Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk ka më i lartë se Allahu Gjelle Gjelaluhu, nuk ka më i fuqishëm se Allahu Gjelle Gjelaluhu. Për atë Allahu Tebareke wa Taala e ka lidh Ramazanin me këtë sure, e ka lidh Ramazanin me këto ajete, dhe i ka lidh disa vepra që i keni bo ju, ne dhe muslimanat që i kanë bo prej kur ditën që ka kërku Allahu, derisa ta realizojnë në deri ditën e fundit, i ka lidhur me këto ajete të cilët i lexova, që shpesh imami i xhamijës i lexon në namaz, ndërsa natën i herë jemi gafilin, jemi në gaflet prej asaj që lexohet dhe thuhet në namazet tona. Ndërsa realiteti është duhet që ta kuptojmë atë çka e themi në namaz, që të na shtohet
lezeti dhe knatësia e namazit kur të kemi kontakt me Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Allahu tebaraka wa taala ju drejtun këtë sure që e lidhi dhe emëroj me fjalën El-A'la, suratul A'la, kaptina, surja e Allahut i cili është më i larti. Tha qad aflaha man tazakka. Subhanallah. Tha ka shpëtu këtë njerëzit në ditën e kiametit dënë me qenë prej të shpëtuarve. Këtë njerëzit edhe xhallaresat tjera kur ta shohin zjarmin e xhehenemit, ashtu si ka thonë Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala në tefsirin e vet, ka thonë mjaft është dënim, azab, Allahu me ta mundësu me ba xhehenemin. Mjaft azab, mjaft dënim, mjaft siklet, është me ba vetëm se si vlon. Mjaft dënim, mjaft siklet, është veç me ba timin, shka del nga zjarmi i xhehenemit. A e keni pa, dënjerë dikush e djek në i material, plastik apo gum, këtë mahalla bon rahatësës, nga timi dhe aroma era e keqe shka del prej sendeve të djekta. Para mendoni në ditën e kiametit, çfarë timi dhe çfarë ere ka me shlu xhehenemi. Jo me e gjallul wildana shiba, edhe fëmija posa i lindur, veç sa ta shetët Allahu xhelle xhelaluhu, veç sa ta shet xhehenemi ka mu zbar, flok të veta kanë me konë si bora e bardh, mjekra e pleqve ka mu zbar për stiti, për shkak të asaj, frikës që do ta kaplon, ndërsa Allahu xhelle xhelaluhu na lajmëroi dhe na përgëzoi me shpalljen që e zbriti Xhebrail Emini, duke thonë kad aflaha men tazakka, ka mu shpëtu nga ki xhehenem, ka mu shpëtu nga ki azab, ka mu shpëtu nga ki dënim, ai i cili e dha zekatin. Kad aflaha men tazakka, ka shpëtu ai i cili e dha zekatin. Komentatorët e Kur'anit, Ibn Kathiri, Imam Auza'iu, Imam Qurtubiu dhe shumë dietarë të mëdhej e dajnë zekatin në dy pjesë. Zekat në gjuhën arabe të më thonë pastrim. E para e pastron shpirtin e vetë. E ep zekatin duke agjeru Ramazanin. E ep zekatin duke falë teravien. E ep zekatin duke kërku namazin dhe natën e katrit. E ep zekatin duke ullë në sofrat e iftarit. Kjo është kuptimi parë. Kuptimi dytë, tha e dhanë zekatin në aspektin financiar, e dha zekatin për pasurien e vetë dhe e dha zekatul fitri për Ramazanin e vetë. Ata të cilët nuk e japin zekatul fitri fukarave dhe nevojtarve dhe i ze namazi i bajramit, fitr bajramit, agjerimi ati që ndron dhe ngel në tokë. Agjerimi ati ngel në tokë dhe nuk ngritët të Allahu xhelle shanuhu pikpytje ditën e kiametit, a do t'jetë për ative të shpëtumve. Allahu në boft për shpëtumve inshallah. Tha kad aflaha men tazakka, ka me shpëtu hiq pa shive, hiq pa dishim, a i cili tha e dha zekatin, e pastroj mallin, e pastroj shpirtin, e pastroj Ramazanin. Wa dhakara isma rabbihi fasalla, tha edhe pasi që e përfundoj Ramazanin, e përmendi Allahu xhelle shanuhu wa xhelle xhelaluhu. Në ajetin në surën Bekare, që flet Allahu për agjerimin dhe zbritjen e Kur'anit, ta yuridu Allahu bikumul yusr, Allahu vaton juve lehtësimin, wala yuridu bikumul usr, dhe Allahu nuk don ta vështirësojë dikant.
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ dhe plotësoni Ramazanin deri në fund. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ edhe bëjni tekbir Allahun. Këtë të cilën në e bojmë xhami, duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd, kana shkat për më shpëtu ditën e kiametit. Shumica e xhamatit ditën e Bajramit këshirin si huta, në zit, në plafon, në sahat, lun me telefon, edhe ban muhabet, kur mirën tekbiret edhe nuk e thot tekbirin, i shkakton edhe vetës penges që mos të jetë prej shpëtum. Andaj kur tire imami, tekbirin duhet të jehon, duhet të ngritët zani imam, i kejtë muslimanve me tekbir. Kështu veprojshin sahabet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ditën e Bajramit, prej gëzimit të madh që Allahu ja u ka mundësu ta kompletojnë Ramazanin, e kanë dhënë zekatul fitrin, e kanë realizu kërkesën e madhe të Zotit për të qenë prej shpëtumve, wa dhakara isma rabbihi, edhe e kanë përmend Allahun duke thënë tekbir. Fasalla. Pastaj ta e falin namazin. Pasi që ta bëjsh tekbirin, edhe e fal namazin e fitër Bajramit, apo kurban Bajramit, ka të flehamen të zekka, e ki dhonë zeqatit, e ki bë haqin, e ki fal namazin, i e besimtarin pinqëm të Allahu Gjelleshanuhu, dhe kërasma rabbihi fasalla, bel tu'thirun el hajatet dunja. Edhe ju, shpesh të t'jimni për parësi jetës së kësaj bote. Shumë prej njerëzve sot nuk kanë qeft mot akiret, nuk ka qeft nije për vdekje, nuk ka qeft nije të prishet rahatia, ka qeft jetojen këtë dunja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, inna dunja hulwatun khadira, tha kjo dunja është e gjelbër, është jeshit, edhe është e amël, kur kush nuk do të loje, edhe plakit më në mosh, me i thonë atën me vdek, thot ala ka vakt para meje, ala ka jetë para meje, ala duhet t'i martoj nipat e stërnipat, ala duhet t'i drejtoj punë, ala se kum po zitin e shpijes, ala nuk e kum drejtu këtë punë edhe atë punë, nuk donë me shku të Allahu Gjelleshanuhu e Gjelle Gjelalu. Dërsa Allahu tha, wal akhiratu khayrun wa abqa, tha ndërsa akhireti është ma e mirë për juve, edhe ajo e cila jetë. Këtë dunja, sosët, ashtu si u sos Ramazanit 30 ditë, sosët edhe jeta jote e jemja, sosët edhe dunjaja në tërsi, nuk jetë kush në këtë dunja. Ajo shka jetë, është akireti. Ajo shka jetë, janë veprat që do t'i bajsh për në akiret. Ajo shka jetë, është imani jëtë. Ajo shka jetë, është Ramazani jëtë. Ajo shka jetë, është haji jëtë. Ajo shka jetë, është zekati jëtë. Ajo shka jetë, është mirësia ndaj njerëzit. Ajo shka jetë, është të shpërndash fejën e Zotit Gjelleshanuhu me këtë mirat e Zotit që janë në fejën e vetë, si për faqën e tokës. Të jetojsh këtë dunja, pa e ofendu kërkan, të jetojsh këtë dunja, pa e lëndu kërkan, të jetojsh këtë dunja, dhe të dalish nga kjo dunja, pa i hindër hak kërkujt, pa e prek hakin e huj, pa e prek atë që nuk është e jotja, pa e prek atë të cilën ki me dhonë për tanë, gjevab në ditën e kiametit. Ajo ka me met me ti. A i kini pa, kur jetë dikush në varë, nuk futet në varin e ti askush, për posë vetë vetiu i ti. A i hinë në varë me vetë vetiu në vetë, me amelin e vetë, me veprat e veta që i ka bo në dunja. Inna hadha lefi sohofil ula, ta oju njërës, oju besimtar, mos menoni këtë që ka ja u tregojnë juve, është veç për juve. Inna hadha lefi sohofil ula, kështu të e kimi mësue edhe në sahifet e para, të parët e ju. Kështu i kimi mësue edhe popujt e përbashëm. Kështu i kimi mësu
edhe ata të cilët kanë qenë para juve, Suhufu Ibrahime wa Musa, kështu i kemi mësue në sahife Ibrahimin a.s. Kush ishte Ibrahimi? Ibrahimi është baba i pejgamberve, Khalilullah, i afërmi i Zotit. Ta kështu e mësum Ibrahimin, të cilën lutemi na në çdo namaz, e kemi obligim në tehijat kur themi Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim. Se u pësek Ibrahimin e obligoj Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë ummet, sepse është tërgjishi Muhammedit a.s. dhe baba i këtë pejgamberve, kur të lutemi për Muhammedin a.s. dhe për familjen e vetë, të lutemi edhe për Ibrahimin a.s. Tha inna hadha lefi suhufil ula. Kështu e kemi urdhnu edhe popullin e Ibrahimit. Wa suhufi Ibrahime wa Musa. E kemi urdhnu edhe Musa'in a.s. A i cili folte, fliste me Allahun pa pas përkthis, pa pas dërmecus, pa pas njeri i cili ka me abo terminin, ka folë me Allahun Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu, të njëjtën ja ka urdhnu edhe Musa'it, ja ka urdhnu Ramazanit, ja ka urdhnu zekatit, ja ka urdhnu të falet kur të vere fitër bajramit, ja ka urdhnu të boje tekbir në Allahun Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu. Kërejt që këto shkaneve ne i kalon Allahun të bareke wa ta'ala, ja u kalon edhe pejgamberve tjerë dhe popujve tjerë. Ne lusim Allahun të bareke wa ta'ala prej këti vendit të madh, xhami, shtëpi e Zotit, vendit të pastër, vendit të ndershëm, që Allahu të bareke wa ta'ala të na ban prej ative të cilët me Ramazanin ton, me zakatin ton, me të përmendurit tekbiret tona, faljen e namazit të jemi prej të shpëtuve, inshallah. Ne lusim Allahu Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu në ditën në të cilën ik njeriu nga nana dhe baba, nga gruaja dhe vladi, nga vllavi dhe motra, të na del para neve, inshallah, ky Ramazan që kaloj ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahu Gjellëshanuhu rinien tonë Islam të udhëzon. Legjve tonë t'i jep ymër gjatë dhe shëndet të plot, të smundit në për spitale, Zotit i shëron, të burgosurit pa fajshëm, Zotit i liron. Ata që janë në gurbet, nuk kanë mundësi të ulen në sofrat e bajramit, Allahu ata nga çdo e keqe t'i mbron, me rëzk halal t'i furnizon, shpirtrat e tyre t'i gëzon, ja Rabbel Alamin. Ne lusim Allahu Gjellëshanuhu ve Gjelle Gjelalu, muslimanët, kudo që jetojnë ato, në këtë ditë të madhe, Allah jo mundësof një bajram të gëzushëm, ja Rabbi. Shfrytëzoj rastin prej këtij vendit të bekum, t'ja uroj krejtëve të pranishmive, juve, muslimanëve, krejtëve kushdo që janë këtu apo nuk janë këtu, t'ja urojmë këtë gëzim të madh, këtë ditë të madhe të fitër bajramit, me lutje që Allahu Gjellëshanuhu të na boje ummet i shpëtum ditën e kiametit, ja Rabbel Alamin. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Gjëmat, pasi që ka hinjë edhe koha për faljen e namazit të fitër bajramit, une e kam obligim moral që t'ju kujtoj se fitër bajrami edhe kurban bajrami janë bajram për gjallit, nuk është bajram për vdekmit. Andaj hekni prej traditës, është traditë e dervishve, edhe shijave, edhe njerëzve të humbur që të shkojnë ditën e bajramit sirtet e vorat. Bajrami është me gjatë, shkoban bajram me atë që ka i kitë gjatë, dërsa për vdekmit është dita e dytë e bajramit, dita e parë nuk lejohet të shkohet të vorezën. Këtë kemi obligim dhe moral që ta themi përgjithësi morale para xhamatit. Puna e dytë, vëllezërit të cilët vinë ta falin vetëm fitër bajramin apo kurban bajramin, ne ta dinë se e kanë humbë një sevap shumë të madh që e kanë lënë mos me fal sabahin në xhami. Me i fal 1 milion fitër bajram, 1 milion, se ne mrin një rekat të namazit të sabahit. Për atë arsye,
Për çdo vjet e themi dhe prapë kemi njëjtin problem. Muslimanët duhet me dalë me fal sabajin, pastaj me qëndrua deri në lindje të diellit, që të falet edhe pastaj namazi i Bajramit. Ky namaz edhe namazi tjetër i Kurban Bajramit i ka 2 rekate vëllezër. Bëhet niyet për ta falë këtë namaz, i bosh kapi imamit, i ngren duart duke thënë Allahu Ekber. Lezon subhaneke deri në fund. Pastaj mirën 3 tekbire. Mos bëhet dikush gabim tu marr tekbire të shkojë në ruku. Mirën 3 tekbire, duke ngrit duart lart Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Imami e lezon surën Fatiha, Elhamin, pastaj lezon një pjesë të Kur'anit. Pastaj shkon në ruku. Pastaj kthehen nga rukuja dhe shkon në sejdë. Çohet rekatin e ditë. Kur çohet rekatin e ditë, imami e lezon surën Fatiha. Pastaj lezon një pjesë të Kur'anit. Pa marrë parasysh çka ka me lexu. Pastaj mirën 3 tekbire. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Në tekbirin e 4 shkohet në ruku. Pastaj kthehen nga rukuja, shkon në sejdë dhe përfundon namazin. Pastaj del imami hoxha del në mimber. Dëgjimi i hutbës është vacip. Patjetër është mund dëgju. Dikush veç e fal, edhe direkt ka shtëpia. Pse ki në qoftë se do me nejtë të shtëpia dhe me vrapu të shtëpia, pse ki a ki arë xhami, falu deri në fund, bani lutje deri në fund, pastaj shko të shtëpia jote, përgëzoje familjen tënde dhe të afërmit me festën e madhe të kësaj dite. Lusim Allahu xhaleshanu Zotit të është razi inshallah. Tash përgatit një safet, drejtoni safet që përvalim inshallah namaz. غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا فكبروه تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فكبروه تكبيرا. الله أكبر
ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا فكبروه تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا خير نبي أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشفها الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين من ربه وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد معاشر المؤمنون الحاضرون أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله أولا وآخرا وأحثكم على طاعته وأذكركم بما قاله الله عز وجل ألا وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل فمن اتقاه وقاه جعل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. ثم واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم معاشر المؤمنين من الجن والإنس حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله تعالى عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وكبروه تكبيرا. الله أكبر. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد إذا ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد في كل حال يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لك
اللهم كما وعدتنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا محول الحال والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى ملة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، قد أخطأنا في أنفسنا أخطاء كثيرة لا يغفرها إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك يا رب العالمين. نسألك بكل ما سألك به عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لله الفاتحة.